Të jesh pjesë e Big Brotherit, ja ku po takohemi sërish, me patjetër që ti fiton një lloj populariteti, fiton një lloj dashurie te publiku, apo thënë shkurt krijon publikun tënd dhe jo pak, por është një publik mirë i konsiderueshëm. Dhe siç duket në partitë politike tani artistët, showbizi ka një rol të rëndësishëm, një rol shumë të bukur. Dhe pikërisht për dashurinë e madhe që Ilir Vrenozi ka për Partinë Demokratike, ai me shumë krenari ka treguar që ka marrë mesazh nga Ervin Salinjani. Shohim se çfarë thot Ilir Vrenozi, simpatizanti më i njohur i Partisë Demokratike, ka folur në Breaking News pas daljes nga Big Brother VIP Albania. Vrenozi ka zbuluar se pasi la shtëpinë e Big Brotherit, nga PD-ja e ka kontaktuar Ervin Salinjani, duke komplimentuar për këtë eksperiencë, teksa refuzoi të komentoj thirrjet e Berishës për daljen në gref urie. Vrenozi refuzoi edhe një ftesë të mundshme për të marrë pjesë në podcastin e kryeministrit Edi Rama. Vrenozi thot kështu: nga Partia Demokratike më ka kontaktuar Ervin Salinjani, i cili më tha bravo. Askush tjetër nuk e di se çfarë ka ndodhur nga politika dhe nuk mund të flas. A do të shkoj në podcastin e Edi Ramës? Jo, nuk dua ta dëgjoj si fjalë, tha Vrenozi. Do me thënë, Iliri ka treguar që arsyet e daljes nga shtëpia e Big Brotherit janë arsyet e entjeve të këmbës, gjë për të cilën ka folë dhe Stine për herë të parë, për arsyen që ka dalur nga Big Brother, do me thënë është ajo dashuria e madhe që Stine ka dashur për familjen e tij, nuk është ambientuar dot me banorët, nuk ka mundur dot në asnjë mënyrë që të gjej veten dhe ka preferuar që të jetë sa më afër familjes së tij. Dhe kjo gjë në fakt e ka mbajtur jashtë shtëpisë, e ka mbajtur sa më larg Big Brotherit. Iliri duke që është i lumtur, duke që ka marrë atë që ai ka dashur, do me thënë ndoshta vëmendje, ndoshta dashurinë, e fliste me shumë emocion në fakt pjesën e Big Brotherit, por siç duket Ilirin do ta kemi pjesë të Partisë Demokratike, nuk i dihet, sepse ndoshta Big Brotheri aq ditë sa zgjati, nuk janë pak, do me thënë për të njohur një karakter, për të njohur një njeri. Iliri e dha energjinë më të bukur pozitive të vetën, e dha dashurinë më të madhe për të gjithë shqiptarët, dha momentet më pozitive dhe ne njohëm një personazh që në fakt nuk e kemi njohur më parë se çfarë pozitiviteti dhe çfarë dashurie ka dhënë tek publiku shqiptar.